Përgjegjësia që kërkojnë të marrë është po më besoj në mendimin më të drejtë. Çdo mendim i juaj. Si në pozitë dhe në opozitë, me të njëjtë ndjenje dhe me të njëjtë cilësi i formuar si karakter. I uroj shumë suksese dhe ta mbështesim Gjergjin për të dalë një fitues dhe për të pajtuar drejtësisht në radhën e Djatë si Gjergji, nuk kam asë lidhje parebeznore, asë një dy, e mbështes se e meriton. Gjergji ka qenë ai që ka thënë, do vend të gjitha ata që na mbështeten në punë, pa do vetëm. I fundit vajti në punë, i pari i kunë. Prandaj për këtë gjë që kemi një djalë Sarandiot për herë të parë, që kemi një djalë të Partisë Socialiste, them se duhet ta mbështesim me gjithë shpirt e me gjithë mbështetjen tonë të fortë. Jam shumë krenare, kam punuar me Gjergjin që në 2017 që jam shkuar nga Greqia dhe jam shumë krenare që i shikoj sot atje dhe do ta shikoj në Parlamentin e Shqipërisë sepse është njeriu më origjinal në rrethin e Sarandës. Do të zi problemet e gjithë Sarandëve, problematik këtu dhe qytetin e Sarandës, sepse ai njeh problematik. Në rastin kur do t'jetë Gjergjit na përfaqësoj ne, sepse Gjergji është ai që do t'i diet Avolina, sepse ai që do të bëtas që t'i japi ndikë dhe drejtin këtyre problemeve. I tha punës tuaj, i tha unë me shpirt e rrënjë, për sukses, i duhe. Faleminderit shumë për Gjergjin dhe që të uruar suksese. Në rast i urojmë suksese shumë të tonë politike dhe Partisë Socialiste me Edi Ramën.